Artim Pollozhani do ta drejtojë Shkëndin në kampionatin 2026-2027 në ligën e parë të futbollit vendor si dhe në garat e UEFA Conference Liga. Në stafin e ri teknik krahas tij do të jenë edhe Bekim Osmani, Kushtrim Boka, Saladin Mustafi dhe Saimir Fetai. Pas arritjes së marrëveshjes, trajneri Artim Pollozhani u shpreh i vetëdijshëm për përgjegjësinë dhe premtoi futboll ofenziv. Patjetër që është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe, patjetër që është një satisfaksion i madh, sepse Shkëndia është klubi më i madh në Maqedoni dhe ndjej një ndjenjë jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht pozitive, pasi që kthehem mendoj unë në shtëpinë time. Patjetër që paralelisht me këtë është edhe përgjegjësi, sepse Shkëndia gjithmonë kërkon rezultate, kërkon gjithmonë nivel të lartë. Edhe duke pas parasysh domethënë që vitin e kaluar shkroi historinë, sigurisht që pritshmëritë janë mjaft mëdha dhe nuk diskutohet, por që nuk i ikim përgjegjësisë, patjetër që duam përsërisim vitin e kaluar, sepse unë mendoj që Shkëndia i takon Kupave të Evropës, patjetër edhe titullit kampion. Kuqezin tetovar nga dita e sotme në qendrën sportive Terme Çatesh në Sloveni zhvillojnë fazën kryesore të përgatitjeve për sezonin e ri garues dhe pjesëmarrjen në UEFA Conference Liga. Ekipi në Sloveni do qëndrojë deri më 30 qershor ku krahas seancave intenzive stërvitore ka planifikuar edhe 4 ndeshje kontrolluese me ekipe cilësore. Lajmi tjetër që vjen nga Shkëndia është se tetovarët kanë falendëruar Liridon Latifin për kontributin e dhënë në panellën kuqezi, duke i uruar suksesin në vazhdim. Sulmuesi Kraut nuk është më pjesë e Shkëndisë pasi me përfundimin e sezonit 2025-26 ka skaduar kontrata e tij me klubin.